kur historikët dërgojnë të rinj ose kalamaj, adoleshent, brenda meje është gjithmonë ai dyshimi, mos ndoshta thjesht duan të mtallin, të kalojnë kohën të mtallin. Atua se po bëjnë ndonjë shkencë, duhet thjesht po argëtohemi të gjithë bashkë, po sidoqoftë, është gjithmonë ai dyshimi. Por kur më shkruajnë njerëz në moshë që ka një lloj moshe, sigurisht që filloj dhe i marrë më seriozisht. Dhe në këtë rast është një zotëri i cili më ka shkruar dhe më ka pyetur qose të di se çfarë mund të jetë ajo gjëja që i ka ndodhur. Dhe fatkeqësisht mua më tingëllon fiks si disa histori të tjera që unë i kam dëgjuar dhe shpresoj mos të jetë kjo. Zotëria më tregon që ishte martuar para 20 vitesh dhe një ditë prej ditësh, një debat, si çdo çift, ka edhe zotëria me gruan e tij. Por në nervosipër vendos të mos flej në krevat atë natë. Shkon dhe shtret në divan dhe tregon që në divan ndjen një dorë tek shpatula. Por ishte thjesht një dorë, nuk ishte lidhur me një trup, me një krah, ishte thjesht një dorë dhe kishte thonjtë të gjatë. Dhe e gërvishte shpatula, i thot që akoma sot e kësaj dite i ka shenjat e kësaj dorës, këtyre thonjve që e gërvishtën, dhe një zë që i thot, kjo grua nuk të përket ty. Në atë moment sigurisht që zotëria stepet, por nuk mendon që është ndonjë gjë, mendon ndoshta kisha parëndër. Por shenjat i kisha akoma aty. Nga plaga e thonjve po i rrithte gjak dhe për vite me radhë pyet veten se çfarë ishte kjo gjëja që kishte ndodhur, çfarë kuptimi kishte. Por ajo çfarë zëri tha, rezulton të jetë vërtet, sepse mbas 19 vitesh zotëria ndahet me gruan e tij. Martesa e tyre nuk funksionon dhe zotëria pyet, akoma sot e kësaj dite pyes veten çfarë ishte ajo gjëja, nuk kam një përgjigje. Mua më tingëllon shumë si disa histori të tjera që shpjegohen edhe në fenë islame. Kështu që trigger warning, nëse temat fetare ju bezdisin, kalojeni këtë video, sepse nuk dua të dëgjoj pastaj ose të lexoj komente idiote që ndodhin sa herë që unë flas për çështje fetare. Unë nuk jam imam, unë nuk jam hoxh, kështu që të gjithë njohuritë e mia i kam marrë duke folur me njerëzit, duke lexuar dhe kaq. Ato krijesat e zjarrit, që unë nuk i përmend emrin, ato krijesat e zjarrit zakonisht nuk ngatrohen me njerëzit, sepse ashtu siç neve na është ndaluar të flasim me ta edhe t'i kontaktojmë, e shikon nuk fik drita, ashtu edhe atyre i është ndaluar të flasim me ne. Por janë disa raste kur ata na kontaktojnë neve, ose na sulmojnë neve, kur pa dashje ne i lëndojmë, mund t'i shkelim sepse nuk i shohim, pra për hakmarrje, kur dikush na bën magji, pra i dërgon këto krijesa për të na bërë keq, dhe kur kur një nga këto krijesat dashurohet me një njeri. Po e dëgjuat mirë. Këto krijesa mund të bien në dashuri, por koncepti i tyre dashurisë nuk është si joni, nuk ka consent, nuk duan t'ia dinë që se ti je dakord me këtë gjë, nuk duan thjesht janë shumë posesiv ndaj njeriu që kanë zgjedhur. Për këtë arsye zakonisht këta njerëzit refuzojnë të martohen, nuk është gjithmonë në rasti i tillë, sepse imagjinoj tani mamin tim që shef këtë video thot, ja pse. Jo, zakonisht këta njerëz mbyllen në vetvete, situash nuk duan të kenë kontakt me njerëzit e tjerë. Në këtë mënyrë krijesa e zjarrit e ka totalisht për vete. Dhe thuhet që ka pasur raste që dhe çifte që janë martuar, një krijesë e zjarrit ka qenë e dashuruar ose me burrin ose me gruan dhe i kanë ndarë ata. Kështu që mua më duket fiks një histori e tillë. Shpresojmë mos jetë ky rasti.